politike për emrin konsensual, zonja Gaxherri, afër apo larg një ide për emrin konsensual për president? T'ju thëmë të vërtetën, në qoftë se do ishte varur tërësisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës, natyrisht që do të kishte ndodhur fare kjo krizë dhe natyrisht që edhe tash këtë moment dhe këtë situatë të cilën jemi, do kishim pas zgjidhjet e problemit e jo fillim të krizës. Megjithatë, është hapësira më e madhe apo përgjegjësia më e madhe fatkeqësisht e zotit Kurti për të bërë zgjidhje të këtij procesi dhe nuk është që e besoj 100% se do të ketë rezultat. Megjithatë, ne si LDK kemi diskutuar gjëra gjatë, edhe në aspektin zyrtar, por edhe si kolegë miq, që vërtet duhet të bëjmë maksimumin që vendit t'i japim zgjidhje, që vendin mos ta dërgojmë prapë në zgjedhje, sepse Kosova tashmë e parë në historinë e saj, afër 3 vite, një krizë shumë të thellë, jo vetëm politike, tashmë edhe institucionale. Dhe prandaj LDK-ja si gjithmonë në këto momentume nuk ka bërë llogarit as i pare, as elektorale, por gjithmonë ka gjetë rrugën ose ka shpreh gatishmërinë që vërtet t'i bëjë zgjidhje vendit, sepse qytetarët e vendit po ballafaqohen çdo ditë me të gjitha llojet e krizave, po fillojnë nga arsimi që tash do të fillojnë shkollat, hapen shkollat dhe ne e dim sa ka rëndësi dhe nevojë për të pasur një ministër të arsimit Republika e Kosovës, sepse e dim cilësinë cilën e kemi. Pastaj po kalojmë në shëndetësi e cila çdo pacient, çdo qytetar i vendit ballafaqohet me probleme të panumërta në institucionet publike të shëndetësisë, edhe në ato private, duke pasur parasysh çmimet dhe kontrolli i inspektoriatit të shëndetësisë as në institucionet publike dhe në ato private dhe qytetarët tonë, edhe ashtu të varfëruar nga kjo qeveri, ballafaqohen me probleme shumë të mëdha edhe shëndetësore edhe financiare. E pastaj vinë me radhë çështjet ekonomike, e finalizojnë këtë krizë, çështjet politike, diplomatike, që vërtet tashmë po i shohim të gjithë se Kosova është një regres të thellë dhe ka probleme të theksuara. U thatë që nuk jeni optimiste për një marrëveshje të mundshme me vetëvendosjen, ju si LDK jeni e vetmja si parti opozitare që po diskutoni me zotin Kurti për çështjen e presidentit.